Duke qëndruar jashtë konflikti, Spanja gjithashtu ka ndaluar përdorimin e hapësirës së saj ajrore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pas dhe një konflikt goxha të madh mes kryeministrit spanjoll dhe presidentit Trump, por tani edhe aleatja më ngushtë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meloni në Itali, refuzon përdorimin e bazave italiane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Trump shumë i zhgënjur me aleatët e tij, thotë që mendon largimin nga NATO. Ku ta nisim? Pikë së parë mendoj që aleancat fillojnë të dështojnë ose të krisen në momentin kur bie besimi tek partneriteti i mbështetur mbi vlerat e përbashkëta dhe mbi besnikërinë që ndajnë vendet ku pakti bazë është unë e vlerësoj interesin tonë brenda kësaj aleance ashtu siç e vlerësoj dhe kontributin tonë. Pra unë përfitoj nga bashkëpunimi me ty, por në të njëjtën kohë edhe ti duhet përfitosh nga ky bashkëpunim. Ajo që dhe kjo ndodh edhe në nivelin individual, sa punonjës për shembull nuk e kanë qef ose nuk punojnë me motivim dhe pasion për një epror, për një drejtues i cili nuk duket sikur ka interesin e tyre në më të mirë. E njëjta gjë shfaqet pra edhe në nivelin strategjik. Vendet evropiane kanë filluar të interpretojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kishin interesin e tyre më të mirë kur nuk i pyetën për impaktin që do të kishte kjo ndërhyrje në Iran, vendosën në mënyrë unilaterale dhe tani po i thonë dil në mënyrë unilaterale. Pra, hipe thot në pemë, tani zbrit vet, thot populli. Dhe kjo ka edhe një domethënie të rëndësishme, sepse deri më sot leadershipi amerikan në botë dhe në të gjitha institucionet që ata kishin ndërtuar apo ndihmuar të krijonin, ka qenë absolut dhe i padiskutueshëm. Për një kohë të gjatë, sidomos në fillimet e administratës 2 të zotit Trump, duket sikur shumë goditje që po vinin nga administrata amerikane me tarifat, me kërcënime për marrje Groenlandës, me tërheqje nga NATO, me imponime të një përqindje të caktuar brenda aleancës, diskutime për se si disa shtete nëse nuk e plotësojnë kushtet madje duhet të largohen nga aleanca. Të gjitha këto shtete i kapi në befasi. Pra, dhe nuk e prisnin nga një aktor që supozohet ishte lider i kësaj aleance. Tashmë këto vende duket sikur po konsolidojnë forcën e tyre vetjake, gjë që nuk është mirë për kundërbalancimin e pushtetit amerikan globalisht, do të thoja unë, dhe nga ana tjetër janë duke u kundërpërgjigjur. Amerika nuk ka qenë ndonjëherë në një pozicion të tillë ku duket sikur po lutet për përdorimin e këtyre bazave dhe Europa tashmë vendet europiane, vendet e tjera NATO-s po i thonë jo. Madje unë do të shkoja deri aty sa që ta interpretoja reagimin e tyre edhe si një formë përgjigje ndaj asaj që thotë zoti Trump do të tërhiqem nga NATO, që tërhiqu nëse ke dëshirë. Sigurisht kjo do të shkrinte aleancën, sigurisht kjo do të izolonte jashtëzakonisht më shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të bënte që do të aktivizonte atë që në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare quhet spiralja e sigurisë, pra ku të gjitha vendet do donin që të garantonin sigurinë e tyre të parën, rikrijimin e pakteve të reja për sigurinë globale dhe në një kaos të tillë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i intereson kaosi, i intereson rendi, aq më tepër kur ti je në pozicionin hegemon dhe ta diktosh të rend, sepse sa më shumë kaos, aq më shumë kundërbalancim të fuqisë tënde ke. Pra një vakum pushteti eventualisht do të mbushet. Dhe kur kjo është e paparashikueshme në mënyra se si kjo ndodh, kjo nuk është një situatë e mirë për Amerikën të gjendet. Rrjedhimisht për të përgjigjur për të kthyer te pyetja fundit atë, nuk mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkëputen nga aleanca, sepse e shohin si një instrument për zgjerimin e influencës së tyre përmes arkitekturës të sigurisë në vendet e tjera të Europës. Por, thash, po ta shikosh strategjikisht, ka ndodhur dy gjëra të mëdha. Vendet e Europës po i thonë jo, dhe nga ana tjetër shikojmë një Amerikë që nuk mundet të diktojë më kushtet unilateralisht. Nëse më para një konflikt tjetër, Amerika do thoshte, "Ok, tërhiqemi tani, hajde ulemi diskutojmë." Tani kemi një palë tjetër që thotë nuk dua të diskutoj. Dhe përsëri kjo nuk është parë. Rënja e autoritetit, qoftë ajo të leadershipit në nivel global,
por edhe në nivele më të vogla, fillon në momentin kur nuk ka më besim tek aleancat, tek marrëdhëniet dhe partneritetit, dhe kur cënohet autoriteti. Prandaj dhe liderat autoritar në përgjithësi janë akoma më paranojak se sa liderat demokratik, edhe pse mund të kontrollojnë çdo gjë brenda një regjimi, brenda një pushteti, kur fillon të sfidohet autoriteti tyre, kur ngrihet një person dhe vë flakën vetës dhe proteston sepse ajo ngjall pranverën arabe, apo kur ngrihen një grup studentësh dhe protestojnë dhe ngren zërin e tyre. Pra, është tipike, sa më shumë pushtet të kesh, aq më pak do zërin ndryshe. Dhe për këtë arsye do të thoja që ky konflikt përpos krizës energjetike globale që sigurisht do ta ndjenim gjithsesi, ka sjellë edhe këto efekte të tjera që mendoj nuk po luajnë në favor të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse krijon një precedent ku edhe aktorë të tjerë në të ardhmen mund të thonë disi shpunë do e bëjmë siç e bëri Irani, do themi jo për këto negociata. Profesor, dhe një pyetje të fundit duke të qëndruar pikërisht në këtë prizëm. Çfarë do të thoshte largimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO dhe çfarë do të thoshte mbi të gjitha shkërmoqja e kësaj aleance për vende të vogla siç është Shqipëria? Nuk besoj se do arrijmë deri aty. Mos dakordsi të tilla ka patur edhe më përpara. Nuk është ky precedenti i parë. Do kujtojmë luftën në Irak, lufta e dytë, ku Shtetet e Bashkuara krijuan koalicionin më të madh në histori, në fakt, me rreth 65 shtete, por ishin dy shtete më të rëndësishme të Europës, Gjermania dhe Franca, që nuk ju bashkangjiten. Pavarësisht se u konsultuan. Nësa në rastin konkret nuk është konsultuar. Kjo, dhe nuk pati krisi, nuk pati asgjë, sepse a ishte një qëndrim, sepse vetë NATO-ja është krijuar për artikullin 5, për mbrojtje. Pra nuk është aleancë që ka për qëllim sulmin. Në rast të tilla do jetë në konsensus. Nësa në artikulli 5 është i detyrueshëm pastaj, pra është vetëm në mbrojtje. Kështu që nuk besoj se do ketë. Edhe atëherë ka patur një farë ftoje, natyrisht. Unë atë kohë kam qenë në Komandën Qendrore Amerikane dhe e kam përjetuar. Kishte përfaqësues dhe nga shtetet që nuk ishin pjesëmarrëse, edhe Franca dhe Gjermania. Natyrisht ishte qendrim politik, por nuk ndodhej asgjë me aleancën. Kështu që unë besoj që nuk do ketë impact, pavarësisht se çfarë flitet në retorikën e përditshme, që është politike, besoj, më tepër se sa, por nuk besoj që do ketë. Sepse humbin të dy palët. Ndërsa sa i përket Shqipërisë dhe shumë vende të tjera, si gjitha vendet e Evropës, duhet me fjalë përgatitme për opsione të tjera. Pra, sigurisht. Historia ka treguar që aleancat nuk janë të përjetshme. Absolutisht, po edhe sikur të ketë aleanca, natyrisht që duhet përgatitesh të kesh kapacitete të mjaftueshme për hapësirën, për fuqinë ekonomike, aq sa përballon, para ma të ketë kapacitete. Dhe faktikisht Evropa ka filluar ta bëjë këtë, edhe vendi jonë. Edhe ne kemi filluar sigurisht. Kështu që por besoj që aleanca do jetojë prapë. Profesor, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Ndahemi këtu për pjesën e parë, rikthehemi pas publicitetit.